Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe homologu i tij francez Emmanuel Macron kanë diskutuar luftën Rusi-Ukrainë dhe një sër çështjesh globale në një telefonat të kërkuar nga presidenti francez. Të dy udhëheqësit diskutuan gjithashtu për lidhjet dypalçe dhe çështjet rajonale sipas postimit të presidencës turke. Presidenti Erdogan deklaroi se avancimi i bashkëpunimit midis Turqisë dhe Francës është thelbësor dhe se ata do të vazhdojnë të ndërmarrin hapa drejt këtij qëllimi. Lidhur me luftën Rusi-Ukrainë, presidenti turk tha se Turqia po bën përpjekje maksimale për të ndihmuar në përfundimin e konfliktit përmes një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme. Presidenti Erdogan tha gjithashtu se kontaktet me të dyja palët për të ringjallur procesin e Stambollit janë duke vazhduar, duke shtuar se Turqia është e gatshme të bëjë çdo përpjekje të mundshme për të ndihmuar në hapjen e derës së paqes sa më shpejt të jetë e mundur. Erdogan theksoi se palët diplomatike duhet të përdoren në mënyrë efektive për të arritur paqe të qëndrueshme, duke shtuar se Turqia do të vazhdojë të rrisë mbështetjen e saj për përpjekjet e drejtë për drejta për një armpushim dhe proces pasues. Ai theksoi se shmangja e hapave që mund të rrezikojnë stabilitetin global do të kontribuonte në përpjekjet për paqe.